Abonent të dashur të Art Motion mi mbrëma dhe mirë së takohemi së bashku në palestrën 1 tetori në Prishtinë, ku do t'jetë skuadra Borës negocire e asaj të Go Plus Peja. Kujtojmë që Bora dhe Peja ka një rekord të njëjtë të fitoreve dhe humbjeve në Superligën e basketbollit të Kosovës. Go Plus Peja dhe Bora që kanë nga 8 fitore dhe 8 disfata, por kosh diferenca më e mirë e Pejas në plus 7. E rëndit atë në pozitën e 4 mbi Borën që është në vendin e 5. Peja që ka 4 humbje me radhë në Superligën e basketbollit të Kosovës, 7 në total, duke llogaritur ato në NBL dhe 2 në Kupën e Kosovës, dhe skuadra Borës që tashmë me trajnerin e ri po tregon rezultate të jetë pozitive, dhe kujtojmë që Bora vije pas fitore ndaj derbit të kryeqytetit ndaj Sigal Prishtinës. Ja shohim atë tre regjistarëve, Amar Gjekovic, Erzen Axhani dhe Arjan Kurtalani. Kjo do të jetë tre që do të përkujdeset për drejtësinë në këtë përballje. Java e 16 ishte mes Sigal Prishtinës dhe Borës dhe Pejas dhe Yllit. Sigal Prishtina që unë poshtë nga Bora 66-71, ndërsa Go Plus Peja që në shtëpi unë poshtë minimalisht ndaj Yllit 89-90, dhe kujtojmë që skuadra e Borës dhe Pejas së dhe dy ekipe në mirë teme kanë trajnera 3, por që nuk nisën ndërsa destinore me këta trajner dhe që kanë bërë ndryshime në bankinën e klubit. Kujtojmë që Peja tashmë ka angazhuar Milacic si krye trajner, ndërsa Bora që vazhdo drejtohet nga Karselan. Ja rosteri Borës me Tyler Qizdra, Nukaj, Rezart Mehmedi, Ulplana, Genzeqiri, Aleksandr Ojci Kurtaj, Shokan Gjulc, Lens Thomas, Aminot, Alim Lebovce dhe Jetmir Zeqiri. Ndërsa Go Plus Peja me Shëndrit Lapin, Fatin Shoshaj, Musa Muale, Taj Green, Cesar Edwards, Oshowen Williams, Jordan Johnson, Drima Demaj, Elena Sonaj, Ojti Sala Begoli, Alan Hendon dhe Sokol Nila. Kujtojmë që mungesa ka të skuadra e Pejas për fillimin shumë passion me Rezat Mehmedin, Aleksandr Shakuan Gjulc, Lance Thomas dhe Aminot, ndërsa pasja në skuadrës e Go Plus Pejas me Shëndrit Lapin, Musa Muale, Taj Green, Cesar Edwards dhe Oshowen Williams. E banka të Bora që mungon edhe Atja Mikic, kapiteni skuadrës, banka me Qiz, Ukaj, Plana, Zeqiri, Kurtaj, Lebovci dhe Zeqiri, ndërsa banka Pejas me Shoshaj, Johnson, Adema, Jasana, Sala Begoli, Hendon dhe Nila. Jo, edhe shumë opcione. Mund të themi që mund të llogaris vetëm në 3 lojtar tashmë krye trajneri Pejas në Hendonin, Johnsonin dhe Shoshaj. Shoshaj që u bashkua jo më parë me Pejen. Kujtojmë që sezonin e kaluar ishte lojtari Sigal Prishtinës, por ishte edhe në atë sezonin kur u shpalla dhe kampion skuadra e Pejas në roster që ishte edhe Fatlin Shosha. Ja shohim edhe numrat në ndeshjen e kaluar të Musa Muales, 20.3 rebound dhe 4 asiste, që ishte lojtari më i dalluar te skuadra pejane. Gjithçka gati për nisë të presin vetëm edhe zbritjen e fushë të pesëve startuese të dy ekipeve. Dhe kujtojmë që Bora arriti të kualifikohet në gjysmëfinale duke eliminuar Ravecin në Kupën e Kosovës, kurse Peja që u eliminua nga skuadra e Bashkimit. Do të jetë Ylli, Trepça, Bora dhe Sigal Prishtina në gjysmëfinalen e Kupës së Kosovës. Lapi që sonte do nis nga pesja parë, jo shumë minuta për Lapin në trajtimin e trajnerit amerikan. Edhe Johnson që do nis nga banka. Mungesat janë Flatten, Berisha dhe Hajdari e të skuadra Pejas, dy lojtarët apo kapitenet e ekipit të Pejas, dhe dy lojtarë më të themi më të rëndësishëm të aspekti i vendorëve për skuadrën pejane. E tashmë gjitha shpresat më të themi që janë në Musa Mualin dhe në Shëndrit Lapin, dhe paruar edhe që shpreson Damir Milacic në performimin e lojtarëve të huaj. Dyja pesë tashmë në parket, shohim edhe Zoran Kastelan, trajnerin e Borës që mori drejtimin pas shkarkimit të Ljubomir Minqevit.
Nga dhe Gjamboli. Mes Thomas. Edhe Edwards, topin e kanë. Mysafirët. Williams. Janë e pasim për Taj Green. Derohet edhe Edwards, pasimesh për të. Lojnë e për një me Thomasin. Edwards me force, mundu t'i afruhet kushën një uksha. Qkon branda. Vjen pikët e para për pejen. Lance Thomas. Për Jules. Derohet edhe Aminat. Që sot është si kapitani skuadrës së Borës. Janë e debërtim për Jules. Që shënon me faul. Tjeda një gjuajt e lirë për të. Një kombinim shumë i mirë mes Hot dhe Jules. Sakt në gjuajt e lirë. Williams. Taj Green. Green. Derohet Mala. 7 sekonda. Pasimi është për Edwards që vërëvan treshe. Nuk ka pikë. Green me rebound e sojnë. Në mundësin e pa nuk shana po jaden edhe dytën. 3-4 peja. Minimale e bërësia atyre. Arin qenojnë pejanet në 2 aksionet tyre të para në këtë qere këtë parë. Hunter. Derohet Aminat. E vjen në screen prap Jules. Aminat. Shë koridorën për vënd Sulmaj. Pasimi tashmë është për Thomas. Një gjuajt e shumë e vështirë. Nuk shënon, por Jules është aty për ta përmirësuar. 5 pikë për të. Williams. Musa Mala. Mala pasimi për Lapi. Një pa markuar për vënd Tresha. Lapi shënon! Shëndrit Lapi. 5-7. Ka një faul në minutin nga Musa Mala. Hot. Për bërë i vëjnën e tobi. Luan me Jules. Janë e Raminot. Cënë e shtetarin e trepsës dhe pes po ashtu. Ja i pa markuar Rezan Mehmedi për 3 shkurtër. Tobi me fat për Thomas që përvën e dhaj për 3 nuk shënon. 2 reboundin e sulm me radh nga skuadra e Borës. Thomas rotullohet në gjuajt e vështirë në gjysmë distancë shkurtër e dhaj. Williams. Pasimi për Edwards. Edwards këthem për Williams. Taj Green. Cilëm Edwards. Një për një me Jules. Edwards një tjetër u këshat. Nuk ka pikë sa rade. Thomas me rebound. Hunter një pasim për para. Ka një foul. Apo jo. Në Jules. Pasëdimi do i takoj skuadrës e PS. Kontakti ishte minimal mes Males dhe Jules. Me vendimi drejt që mos të akordojnë një foul në favor të Borës. Lapi. Mala, 2 lojtar ka pranë, ka një foul të Thomas. Këtëm që kjo është fauli pare i por i Borës dhe personali a par. Mala. Pasimi për Williams. Williams dhe Lapi. Aner Williams. Në mesën e 2 kundërshtarëve. Lapi nxjerr topin për Musa Mala. Mala provon për 3, nuk shënon. Ja shumë shkaputjen e Jules për të marrë reboundin. Aminat. Ka një faul të Lapit në Thomas. Nuk pajtohet Lapi. Jules. Mala. Ja një pasim perfekt. I Aminat për Thomas.
Çfarë asisti bukur nga Amin Hot. Musa Moala që mbeti prapa në lëvizjen pa top të skuadrës së 5 në mbrojtje. Edwardson bet topin, mbrojtja mire Tomasit, Amin Hot në tranzicion. Dal ritmin Hot, Jules me fort, Jules përdor tabelin, Jules nuk shënon, lapi e lë për Edwards që të marrë reboundin, Williams në tranzicion. Për qëllën Williams është fauluar nga Thomas, apo ka qenë fani Hunter që ka fauluar. Jetë mirë Zeqirit që do inkuadrohet. Shoh kur të lë parketin për të. Jules do ulet. Fatlin Shoshaj, sa po inkuadruar. Williams. Edwards. Moala, pravan tjetër treshek. Asa radhe nuk shamonon Moala. Hunter. Qëtësën gjithçka barabar në 7. 5 minuta, 50 sekonda, ajnë e pasim në thëtësi për Thomas. Brojtje e mire, PS, nuk ka faul në Thomas. Tash Green për Musa Moalen. Shumë shpejt në kundërshpritje, Moala shkëputje shumë e bukur. Green e përmirëson. Për të duar trokitër guximi dhe vendimi Moales që të sulmoj drejt koshit. Amin Hot. Janë pasim shumë i mirë për Jetmir Zeqirin, i cili ja del shënon pas një blokade të vëndshme të Edwards. Do të kemi zëvendësimet e peja. Hendon që do inkuadrohet, në shumë gjatë do largohet Edwards. Ka një warning për trajnerin apo vërejtje për trajnerin e Borës nga gjyqtari Gjekovic. Shoshaj për Moale. Aner Fatlin Shoshaj. Shoshaj. Lëviz mirë, Shoshaj pravan ndërtimin, nuk shënon. Hendon duke qenë goditur, ja lufta e Shoshaj dhe Zeqirit. Hunter, Amin Hot. Zeqiri për Hunter, shumë ndërtimin Hunter, dzek topi për Amin Hot, nga anash për 3, Hot, nuk shënon. Musa Moala nuk ngutet. Gjithçka barabar në 9. Moala për Williams. Ka një foul. Qiz dhe Jules bën gati të inkuadrohen. Mehmeti dhe Hot që janë larguar. Musa Moala. Green për Fatlin Shoshaj. Shoshaj, shumë depërtime, Shoshaj shkon vend në lejap në mesin e dy kundërshtarëve. Fatlin Shoshaj. Shumë një shtyrjen e Ukaj. Pas për plasje edhe me Zeqirin. Ka pik të Shoshaj në gjuajlin e lirë. Betën e dyja përsia. Hunter. Dani treshe Hunter. Duke që është gjikuar si dyshe për të barazuar rezultatin e 11. Williams. Pasimi për Green, brojtja e mirë jetë për Zeqirit. Beti ngujuar Green, i fundit me këm kaluaj të Zeqirit. Ja, pik të leto, jo, e pa besueshme. Qfar nuk shënën, Tash Green, Ukaj në anën tjetër, Ukaj në tranzicion. Hendon e blokon. Musa Moala, avancon me shpejtësi për para, Green nuk luan me të. Shërben për Hendon, Hendon për Williams.
Ja, një pasim shumë i mirë i Williamsit për Hendon me fort që shënon. Pika do pranohen për Pejen. Ja, vërsia që do shkoj tashmë në 11-13. Në 2 për ekipi mysafir. Gjatë tërkohës, më themin e këqere këtë parë, ka qenë rezultati për afërt me bërsi minimale për 2 skuadrat. Ja, në debërtem. Kështë fauluar Jules. Cili ka 5.3 rebounde. Shanon në gjuajtën e parë të lirë Jules. Për që dhe Ukaj ka qenë pjesë e pes. Njëjtë si Aminot. Shanon dyja Jules. Që s'ka barabat në 13. Williams. Taj Green. Nuk mire desh me malen. Tobi umër nga Green. Cheese. Cheese. Në mesin e dy kundërshtarëve. Ka debërtimi Cheese. Blokohen nga Green. Tobi me fat për Jules. Cile shënën në mundësin e dytë. Williams. Si atashmë të Bora. Fatlin Shoshaj. Shoshaj të rriqet prapa. Williams. Rendimin e Hendon. Ja një pasim tjetër për Hendonin. Taj Green. Shoshaj. Qarkullon mirë Tobin Peja. Shoshaj rotullohet. Sa bukur! I mrekullueshëm asisti nga Fatlin Shoshaj. Arin marë pranë vetës 2 kundërshtarëve, më mendjen e 2 kundërshtarëve për të nxjerrë krejt të rirë Taj Green që shënon nga vërsia. Në gjuajtën e gjysë distancë si Sak Thomas. Apo ka qenë Hunter kërkoj falje. Pika 4 e ti. Shoshaj. Davizmir Shoshaj. Williams. Anjar Fatlin Shoshaj, prava për 3, Shoshaj e fort gjuajtja. Këtë Mirzet Qiri më i lartë me reboundin. Cheese. Ja, një mbrojtje shumë e mirë nga Green. Apo është Williams. Backcourt violation, Tobi do tjetë me skuadrën e PS. Aminat që dënë këthejë në barket. Shohim do largohet Hunter. Williams. Edwards. Pasimi për Moalen. Moalen provën debërtimin. Moalen ndalet. Blokohet nga Jules. Cheese në tranzicion. Gjendje Cheese. Pasimi për Hot. Hot këthet për Cheese. Cheese provën për 3. Cheese shënon. Qënë i bugër i Borës. 25-15. Williams. Për Hendon. Debërtimin shumë i mirë, Hendon nuk shënon, do t'jenë 2 gjuajt e tira. Kuadrohet edhe Rezart Mehmedi. Sakt Hendon në gjuajtën e parë. Sakt në dyja Hendon. 20-17, 1 minutë e 15 sekonda loj.
Dhe në përfundim të çeregut e parë, hat lëviz mirë. Cheese. Tani pasja për Jules! Çfarë për plasje dobe në gozh. Ai, shikon Jules. Lapi. Për Fatlin Shoshaj. Hendon. Pravan një gjysmë më distant gjuajt e nuk shënën. Cheese. Ka një faul të Shoshajt. Nuk ka më faule për dhëna Speja, do t'jenë dy gjuajt e të lira për Cheese, mundësia për sakt Cheese në gjuajtën e parë. Shënën dyjat. Williams. Shoshaj. Për Lapin. Williams, 9 sekunda akcioni Pejes. Williams, dyritar praktime midi, arrin ta devjoj topin. Zeqiri, kundër zbritja është e Borës, Aminat për jetë për Zeqirit. Kundër zbritja të edhe bugur e Borës. Williams. Hendon. Aner Williams, 7 sekunda. Për cilën Williams, të të provoj vetë treshën. Williams nuk shënon dhe kështu të tjetë. Bilogu i çerekut e parë. 26-17, 2 minutë që i fundit i Borës ishte tjedi sukseshëm dhe jo rasisht tash më shojmë një përsi prej 9 pikve për vendasit. Bora më i daluar më temi Jules me 11 pik, 4 rebound, loje mirë edhe nga Hunter me një assist, 4 pik e 3 reboundet të skuadra e Pejes. 6 pik pati Tash Green dhe 4 pati Hendon. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ue, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me vlet çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të kënaqet pjesë. Me të bli pa interes, me të unë po pres, shumë let me pagu, a jeti të mgu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo, paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Njëzet e 6-17 qeregu i parë. Jemi tashmë në hyrje të qeregu i dytë ku shojmë 2-5 në parket. Te Peja që do tjetë me Johnson, Edwards, Hendon, Lapin dhe Shoshaj, ndërsa te Bora me Qizme, Metin, Jules, Hot dhe Thomas. Aminat. Ka një pasim për Qiz. Shojmë dhe përtimin e Qiz me Martin. I mrekullueshëm.
Qizi ardhën nga banka me 7 pik tashmë. Johnson. Lapi, Shoshaj. Shoshaj në mesin e dy kundërshtarëve. Edwards në presion të kos, arrin në treshën. Nuk ishte zgjidhje tjetër, Edwards. Cheese në mesin e dy kundërshtarëve, në pasim shumë i bukur për Jules. Prap në dyshim rabërsia e Boris. Johnson për Hendon. Shoshaj provojnë e gjuaj dhe në gjysë distancë nuk shënon. Cheese. Cheese me një prova për 3. Nuk ka pik. Hunter në vend të Cheese. Johnson. Kasteli shumë i lartë. I Boris në gjuajtet nga loja në parket, sidomos ato për 2 pik. Tash Green për Johnson. Johnson për Green. 6 sekonda, Green, rotullohet, Green. Në gjuajtje vështirë, shkurtër. Nuk ka pik. Aminat, shohim tranzicionin e shpejtë të Boris, Rezart Mehmet për 3. 33-20. 13 për para. Skuadra Boris dhe time out tashmë nga Peja. Bora nisë mbarë edhe që këtë qerek të dytë ku po fitojnë me rezultatin 7-3. Një pauzë shkurtër, time out është i Pejes. Fatin Shoshaj. Për tashmë efektin e time-outit e skuadra e Pejes. Mola. Green. Shoshaj. Ja në pasim perfekt për tash Green. E pa besueshme është era 2 që në situatat të ngjashme nuk arrin të shënoj. E pa besueshme. Kjo është e pa pranueshme për trajnerin me shumë gjaz. 4 pik të quara dëm. Apo 2 mundësive shënuar 4 pik. Peja, ja Vadim Shoshaj është fauluar. Pa besueshme. Pa kuptim se si nuk shënon 2 nga vërsia tash Green. Pasimi është i mrekullueshëm nga Fatin Shoshaj. Samuela. Johnson.
Johnson e Vizmir, Johnson. Në fundet kemi një top të diskutueshëm dhe shëgjeta është në anën e 5, andaj posedimi tashmë do vazhdoj tjetë me mysafirët. Handen. Leroy Johnson. A i fundit ka luaj për ajt topi do tjetë me skuadrën e Borës. Një mbrojtje fenomenale nga vendasit. Aminot. Alerohet Hunter. Hunter për Hot për 3. Nuk shënon Aminot. Ka një teknike për Aminot, shkaku i simulimit. Vjen gjuaj dhe lirë tashma për Pejen. Shojmë se kush dhe marë përsi për ekzekutimin e saj. Nuk shëna në gjajtë në lirë Mala. Mala. Pasimi shumë e mirë për Edwards. Çfarë për plasë e dobi në gosh. Caesar Edwards. 33-22. Thomas. Një bërnja me touch Green. Thomas me forcë. Nuk ka pik. Mbrojtja mire Pejës. Green në kundër zbritje. Pasimi për Shosha. Bjen nga mbrojtja e Zeqiri. Mala nga është për 3. Nuk shënon. Mehmet me rebound në mbrojtje. Thomas në kundër zbritje. Ja pasimi për Apo Hunters, pasimi për Thomas, nuk ka pik. Airball gjuajtja për 3 Thomasit. A do t'kemi zëvëndësime të Bora, për zëvëndësime më mirë temi. Gjullë të inkuadrohet, shojmë, do largohet Jetmir Zeqiri. Do të kemi zëvëndësim edhe të Peja. Hëndën që është inkuadruar. Hot për Jules. Hunter. Hot, ja një pasim shumë mirë për Jules. Pjësnjë. Shëkon Jules, 35-22. Tashmë do ule Thomas për të lënë vendin për Jetmir Zeqirin. Aban Jules në gjuajtën e lirë Hëndon. Rebound në mbrojtja, pasimi për touch Green, do kalojnë vetë gjithë në fushën. Mala, qanë mbrojtja perfekt, gjithë topi për touch Green, i pa markuar për 3, nuk shënone pa besueshme. Është hera 2 që Pejane nuk shënojnë, krejtë pa markuar në gjuajtën jashtë perimetrit. Jetmir Zeqiri. Hëndon, arrin ta devijoj pasimin. Edhe mani time out tashmë krye trajneri Kastelan.
Bora edhe trajneri I skuadrës së Borës kërken të keto afër lojtarët e tij për të vijuar më pas me aksionin e radhës. Në pauzë shkurtër për të kthyer prapë. Zeqiri, 11 sekonda aksioni I Borës, Zeqiri! Shpëtzon jo vëmendjen e mbrojtjes së Pejës. Shojmë njerë si bie nga mbrojtja Taj Green. Faktin Shoshaj. Williams, Anja Shoshaj. Shkon vetë në depërtimin e fund, pasimi është devijuar Rezat Mehmed në kundërzbritje. Përcjellë Mehmed. Zeqiri. Pasimin e devijon Mala. Qiz të inkuadrohet. Amino do ulet. Jules. Qiz, dirohet. Vetmer Zeqiri, ratollohet Zeqiri. Big Green nuk ka pik. Mala, kundërzbritja është e Pejës. Edwards për Shoshaj. Mala dhe njerë. Mala arrin tashmong. Zeqirin, Green, Shoshaj. Pravan për 3. Fort quajtja alarma dhe vërshënuar Fatir Shoshaj. Ja kundërzbritja e skuadrës Borës. Rezat Mehmed për 3. Mehmed shënon. 20-22. 18 për para Bora. Williams për Malen. Ka faul të Qiz në Shoshaj. Ka një faul tjetër për dhënë. Skuadra Borës u ka mbetur edhe më pak se 4 minuta lojë, më mirë themi, në këtë pjesë të parë. Ja, pasimi Williams I fundit kaluar të raj. Posedimi do vjen me Borën. Time out nga trajneri Milačić. Një pauzë shkurtër për të kthyer prapë.
20-22 dhe 3 minuta 20 sekonda. Loj këthemi pas time-outit të thirrën nga skuadra e Pejës. Në aksion janë ata të Borës. Mehmed për Qiz, Qiz për 3. Qiz shënon. Tjetër treshë e Borës. Është e 4-ta. Green. 21 përsia e vendasve. Edwards. Shoshaj. Pasimi për Muala. Muala lirohet mjaft mirë. Muala për 3. Ma në fond shkon një treshë për Pejën. Në këtë qerek të dytë është e treta në 11 tentime. Dhe për Mualen kjo është edhe treshja e parë. Dhe janë pikët e para madje. Janë e pasim për Jules, mbrojtja e vëndshme e Pejës. Nuk pati opcion tjetër vetëm se të faulon të Taj Green. Ja, me rebound e Solmukaj! Qiz. Ja, treshë nga anash edhe kjo shkon. Hunter me treshën e parë. Shoshaj ka faul në të. Do të përmirësohet koha e aksionit. Do të përmirësohet tashmë koha. Tjenë në 2:21 edhe ajo aksionit në 14. Williams të pasim për Green, i fundit ka luaj të raj. Shohem se kuj do i takoj posedimi. Duke që do tjetë me Pejën. 2+1 sekunda në akcion. Ja, një prerje e mire Green, për nuk shona në dëbërtim. Ja, pasimi perfekt për Qiz. Transition i shpejt i Borës. Williams shkon vend në dëbërtim shonon Williams. Qiz. Hunter, njerë Qiz. Qiz për 3, edhe kjo shkon brenda. Treshja 3 në 4 tentime për Qiz. 15 piko aj. Shoshaj. Shoshaj për Green. Green nga anash për 3. Nuk shonon as Green. 51-27 në 24 e vërsia Borës. Një qerek i dytë që bëri diferencën tejmase ku përfitojnë me rezultatin 25-10. Pasi që triumfuan në të pare 26-18.
Abasimi për Ukaj. Ukaj heziton në gjuajt e preferon të përtimin. Për pak. Për plas topin e gësh do të bëhet aksionin ndeshje zgaron Ukaj. Shoshaj. Shoshaj për Malen. Edwards provon të marrë pozitën. Lojnë e për një tashmë me Mehmet. Edwards për plas topin e gësh. Edo e marrë një time-out tashmë. Kryet trajneri Boris Kastelan. Sa në bukën nga Edwards. Pauzë shkurtër për të kthyer prapë. A 26 sekonda lojë në çerekun e dytë apo pjesën e parë. Se mund të jetë edhe aksioni i fundit i Borës në këtë pjesë të parë. Ja Qiz, nga ana provon treshën Qiz. Jo kësaj radha Mala, një shpejt në kundërshpritje. Skuadra PS Williams nuk shënon. Green arrin ta përmirësoj. 8 sekonda, shumë sa ka kohë për skuadrën e Borës. Një treshë Rezart Mehmet, jo. Fatim Shoshaj, jo i mëmenshëm e kohën e mbetur. 51-31 një dominim i jashtëzakonshëm i skuadrës së Borës, sidomos në çerekun e dytë ku triumfojmë rezultatin 25-12. Çereku i parë që ishte 26 me 17. Sidoqë tjetë Bora u thash nga Gjulls me 15 pikë, 6 rebounde, kontribut shumë i mirë edhe nga Qiz me 15 pikë nga Banka. E në anën tjetër Tepeja, Edwards me 9 pikë, 4 pati ender. George Green që ishën edhe 7 dhe kushashnuesit më të mirë të skuadra Mysafire. Në pauzë me 15 minuta mos të largoni, na pret një pjesë e dytë interesante mes Borës dhe PS.